Pogradeci Apollonia ka qenë një tjetër barazimi kësaj jave, pasi ndonse takimi ishte vendimtar për dy ekipet. 90 minutë që i përfundoi në shifrat 1-1. Pogradecarët ndonse luanin në shtëpi kanë humbur një shans për të evituar rënien direkte, ndërsa firakët me këtë pikë në transfert mbeten me shpresa për të kaluar në play-out. Byllisi frenon Skënderbeun në një barazim pa gola në dëshmuqe, por ky ndoshta është barazimi më i ëmbël që korçarët mund të kenë arritur ndonjëherë. Teuta nuk ka mundur të fitojë dhe pika e marrë në ballë shëmban Skënderbeun sërish në vend parë. Byllisi, 3 pretendentëve, u amati kokën me të njëjtën njësi dhe pasi frenoi Teutën e mposhti Tiranën, nuk toleroi as ndaj kampionëve. Levje nisi takimin pa shkëmbin e Elmuçën, ndërsa tek vendasit shansoi i kishte të gjithë në dispozicion. Në një terren patatesh, sinjalin e parë jep Orelesi që provon në minutën e 10, por e majta e tij është larg kuadratit. Në një ndeshje të rëndësishme, edhe tribuna VIP nuk mund të mos ketë njerëz të rëndësishëm, ku dy presidentët e skuadrave kanë ndjekur ndeshjen bashkë. Vendasit sinjalin e parë japin me xhafën, por shehi është i vëmendshëm. Rasti më i pastër i takon Byllisit në minutën e 27, kur Izuçuku gjuan nga brenda zone dhe topi përfundon pak mbi travers. Ndeshja është shumë e dy luftuar në mesfushë dhe shumë taktike. Kjo bën që raste të pastra dhe futbolli i rrjedhshëm të mos krijohet. Pjesa e dytë nis me një rast ideal për korçarët. Sebino Plaku i vetëm në zonë nuk tregohet egoist dhe pason për Muzakën, por largon mbrojtja. Ndoshta numri 9 i miqve të kishte bërë më mirë të gjuante vet. Byllisi në minutën e 59 i afrohet sërish golit, por djemve të shansojt u mungon një lojtar që topin vetëm ta devijoi në rrjet pas një aksioni të bukur. Korçarët duhet të sulmojnë pasi Teuta mund të shënonte, por kanë pak forca. Në minutën e 66, Muzaka provon me kokë, por pa sukses. Minutat kalojnë dhe asgjë nuk ndodh veç lojës së zakonshme në mesfush dhe dueleve fizike. Kur pritej vetëm vërshëllima e Jankut, Plaku e traftoi nervat dhe pas një konflikti me portierin Vendas Frashëri e gjuan me kokë në fytyrë, duke lënë të shtrirë në tokë. Gjesti rrallë ky për sulmuesin që ndëshkohet me të kuq, ashtu edhe si portieri Vendas, me zvendësimet e kryera dorashka tek Byllisi, i veshëm Mariglen Shoshi, por vetëm sa për të nisur lojën. Përfundon pa gola, Vendas i të kënaqur, ndërsa Skënderbeu në fest, pasi ka mësuar edhe barazimin e Teutës. Korçarët janë në rrugë të mbrojnë titullin, kur mbeten edhe 180 minuta kampionat. Apollonia dhe Pogradeci janë pengesat e fundit deri në ngritjen e trofeut. Në Loro Boriçi triumfon Frika dhe Vllaznia Tomori barazojnë pa gola, deri diku nga një pikë e vlefshme për të dyja skuadrat që ruajnë pozicionet në tabelën e klasifikimit. Sezoni i Vllaznisë e kishte marrë drejtimin dhe kjo ndeshje nuk vendoste asgjë. Djemtë e Grimës nuk kanë mundur të gjejnë rrugën e rrjetës, duke u kënaqur vetëm me një pikë pas fitores një javë më parë ndaj Apollonisë. 31 pikë Vllaznia, deri diku e qet 4 pikë larg zonës play-out, ndërsa Tomori drejtuar nga Ernest Gjoka vazhdon rezultatet pozitive. Beratasit janë në kuotën e 27 pikëve në zonën play-out. Objektivi në 2 ndeshjet e fundit është të kapet Shkumbini, që është vetëm 3 pikë larg. Kishim marrë për 1 pikë, pavarësisht se mund edhe të kishim goditur më shumë, por që na kënaqte 1 pikë. Mendojmë që realizuam atë që kërkuam. Po të kishim arrit, kishim bërë 2-3 aksionet që paktën i kishim mundësit, me pak kujdes mund të kishim goditur, të kishim marrë 3 pikë. Fati Dinamos ishte i shenjuar që në fillim të sezonit, por kur largimi nga elita i 18 kampionëve të Shqipërisë bëhet realitet, është koha për të reflektuar. Flamurtari nuk ka pasur mëshirë dhe në Vlorë ka fundosur në ndetse duke mposhtur me rezultatin 5-0. Më shumë se Flamurtari, mëshirë për blut nuk kanë pasur 2 ish lojtarë të saj, Gerhard Progni dhe Pero Pejic. Tropojani ka shënuar një 3 golësh spektakolar në minutat 1, 60 dhe 69, ndërsa sulmuesi kroat është futur në mes duke shënuar gola 2 dhe 3 në minutat 34 dhe 45. Pas kësaj fitoreje, vlonjatët ngjiten në kuotën e 42 pikëve, 5 më shumë se Kastrioti, dhe mund të themi që kanë blinduar Europën, ndërsa Dinamo bie për herë të parë në histori nga kategoria.
Matematikisht, blut kanë shpresa, po Gradeci është 6 pikë larg dhe është i arritshëm në 2 ndeshjet e mbetura. Takimet e drejt për drejta janë 1-1, ndërsa Dinamo është 1 gol më shumë se liqenorët. Ndaj Shkumenit e Laçit do të luajnë vlonjatët 2 ndeshjet e mbetura, ndërsa djemtë e Mërgjyshi duhet të çmallen me Superligën në 2 ndeshjet e fundit ndaj Vllaznisë dhe Bylisit, pasi nuk i dihet kur do të rikthehen sërish. Gjithsesi, ngushëllimi është derbi me Partizanin. Tirana mund të përfitonte nga hapat fals të Skënderbeut dhe Teutës, por skuadra e Rubios bën edhe vetë të njëjtën gjë. Bardhë Blut ndoshta nuk besonin tek gabimet e kundërshtarëve dhe frenojnë në barazim në Selman Stërmasi nga Shkumbini. Peqinasit të paktën në kampionat konfirmojnë si macje zeze kryeqytetësve pasi u kanë marrë 4 pikë. Pjesa e parë përfundon pa gole, ndërsa në pjesën e dytë ndodh gjithçka. Fillimisht, Sokol Cigaleshi në minutën e 70 kalon 24 herë kampionët në avantazh. Zonja e vjetër e kampionatit shqiptar befasohet 2 minuta nga fundi nga një mbiemër i madh i futbollit ton, nga Magani që barazon për Peqinasit. Nuk bëhet fjalë për Gugash Maganin, por një nga djemtë e trajnerit të Besës. Tirana me 47 pikë ka sërish diferencën e 4 pikëve me Skënderbeun. Hapi i dytë i ka bërë radhazi për Bardhë Blut, të cilët janë me mendje tek finali e kupës. Shkumbinit i duhet edhe një sforco e fundit për të evituar play-outin. Në Kruj, Laçi është si në shtëpi dhe dhuron një surprizë të këndshme duke mposhtur Kastriotin 1-0. Krutanët e Andrea Marcos pas kësaj humbje humbasin shpresat për një kualifikim në Kupën e Evropës. Takimi është zgjidhur shumë shpejt nga Kurbinasit që në minutën e 12 kur ka shënuar Burhan Emurllaj. Më pas deri në fund nuk ka ndodhur asgjë dhe takimi ka përfunduar me fitoren e Laçit 1-0. 5 pikë larg flamurtarit me 2 ndeshje të mbetura Kastrioti thuajse ka të pamundur Europën, ndërsa Laçi thuajse mbylli sezonin, nuk ndjen më asnjë rrezik në vendin e 6 në kuotën e 33 pikëve. Djem kanë justifikuar gjithë këto javë ngarkesë, gjithë këto javë tension, gjithë këto javë Laçi ka ditë të dominoj vetëm fushën e lojës, ka shpall futboll dhe unë si trajner i tyre për këtë jam i kënaq dhe i falenderoj nga zemra. Ishte ndeshje vendimtare, ndeshje që mbylli llogaritë matematikore, ne sigurum sot pa hyrë në play-out. Laçi meriton më shumë dhe kjo është e sigurt. Sigurisht që nuk e prishin rezultatin se 2 fitore në radhë si kundër Dinamos dhe Peqinit, sigur krijoi një atmosferë dhe një psikologji të mirë ka skuadra, një besim, por siç duket futbolli ka dhe të papritur e veta. Bashkë me psimin e golit, bashkë me lodhën dhe bashkë me inferioritet numerik, dashje pa dashje, ky rezultat do të mbaronte. Teuta ndalet në Nikodovana nga ekipi i Kamzës me rezultatin e barë 0-0 duke përkushtuar rastin më të mirë për të ringjitur në krye të klasifikimit, duke parë që korçarët kanë barazor në transfert kundër Bylisit. Befasje këtij takimi ka qenë ekipi mik i Kamzës, ku notat më të larta për miqt i merr mbrojtja që për 90 minuta kanë qenë gati të pathyeshëm duke ruajtur kështu të paprekur rritën e gardianit të tyre Bytyçi. Ndërsa vendasit në presion e një objektivi madhor siç është ai fitimi të titullit kampion, mbas humbjes shëkuese që posuan në fushën asianse të kryes përballë laçianëve, nuk duhet të bërë një tjetër hap falls në shtëpinë e tyre. Në minutët e parë të takimit loja përqendrohet më shumë në gjysmë fushë, ku të dy ekipet studiojnë mirë njëri tjetrin. Kështu duhet pritur minuta e 20 e takimit për të parë një gjuajtje në portë, ku Altin Hoxha me sfushorit Dursak provon nga rreth 20 metra, por portieri Kamzanlive Bytyçi tregoi i vëmendshëm dhe zotëron topin pa shumë vështirësi. Por miqt nuk kanë ardhur për një xhiro në Durrës dhe në minutën e 44 në apel për Kamzalin ngjitet Belçev, i cili shërbehet bukur nga Karapici, por gjuajtja e tij kalon fare pranë tramversës së katërkëndëshit të portës dursake. Pjesën e dytë vendasit në presion e rezultatit, por duke parë që Skënderbeu po barazonte në Ballç, e kanë filluar me më shumë grind, ku në minutën e 50 Çota shkëputet bukur, por lëshon një gjuajtje qendrore, por portieri Bytyçi, një ndeshje perfekte e portierit të Kamzalive deri në ato momente, pret në 2 kohë dhe ruan kështu rrjetën të paprekur. Dursakët të shtyrë nga publiku, rrisin forcat në sulm, ku në minutën e 70 me sfushorit Tajiri provon të kalojë të tjerët në avantazh, me një pret nga rreth 18 metra, por me sfushorit Dursakëve nuk i kishte bërë llogarit mirë me portierin Bytyçi, që kushton bukur dhe mban rezultatin e paprekur në shifrat 0-0. Të besuarit e Ligës për të marrë maksimumin nga kjo
në ndeshje, 5 minuta nga përfundimi i takimit, shpërdorojnë 3 raste të pastra për shënim, ku më flagranti ka qenë ai Akil Jakupit, ku vetëm 5 metra nga porta e Kanzalive, godet me kokë jashtë duke shpërdoruar gjithçka. Të njëjtin fal të mbrojtësit Dursak Jakupi ka dhe me sfëshorit dhe Dallisi, gjuajtja e të cilit del fare pranë shtyllës së majtë të portierit Bytyçi. Kështu Teuta Kamza mbyllet me rezultatin 0-0, ku të besuarit e Devekis me laku në fyt marrin një pikë që do të thotë shumë për nevojat e tyre për të shpëtuar nga zona e ftohtë. Ndërsa Dursakët mund të quhen me fat, sepse ky barazim nuk i ka kushtuar shumë për luftën për titull, duke parë që edhe Skënderbeu vendit të parë ka bërë të njëjtën gjë në Ballsh kundër Bylisit. Përfundon takimi midis Teutës dhe Kamzës 0